nëse mbi Akshin ka një hetim, në një botë të drejtë, të gjithë duhet prezumoheshin të pafajshëm, ndërkohë që të gjithë prezumohen të fajshëm dhe të gjithëve ju kërkohet të tregojnë. Ky është një moment i vështirë, disa për jush këtu janë UFO. Janë njerëz që jetojnë me ekranin e kompjuterit dhe jam i bindur që mund të harrojnë të hanë për disa ditë. Dhe sigurisht që kur duhet përballen me këtë brutalitet të jetës reale, me drejt mund të ndjehen të çorientuar dhe të destabilizuar në proceset e tyre të punës. Por unë dua t'ju them një gjë. Në fund e drejta del. Ka një kosto, patjetër, kosto janë to kushte mund të jetë dhe më lartë, por del. Dhe për më tepër për ne është shumë e rëndësishme që ky institucion të vazhdojë punën. Ky institucion të vazhdojë të jetë ai fari që orienton të gjithë lëvizjet e anijeve dhe tregon se ku është porti. Për sa i përket revolucionit digjital. Dhe unë dua t'ju inkurajoj për këtë gjë. E di që nuk është ky thelbi, por së bashku me ministrin kemi vendosur të ndërhyjmë në legjislacion dhe të bëjmë një rritje domethënëse të pagave tuaja, për t'ju thënë që ne ju kemi shumë të çmuar, ne ju kemi shumë të shtrenjtë, ne nuk duam që ju ta braktisni shërbimin publik, ne nuk duam që ju talentin tuaj ta vini në dispozicion të sektorit privat, por ne duam që ju të besoni që ky është vendi, kjo është shtëpia juaj, këtu jeni ju zot shtëpia, dhe nga kjo shtëpi ju i shërbeni kaq shumë njerëzve, ju lehtësoni jetën e kaq shumë njerëzve. Ju bëni që kaq shumë njerëz të shërbehen me një shpejtësi që askush s'do ta kishte imagjinuar dot deri disa vite më parë. Dhe ky është i moment për të qenë solidar me njëri tjetrin, për të ndarë me thik atë që është një çështje që me cilën do të merret drejtësia, për t'u lutur të gjithë bashku që drejtësia të jetë sa më e drejtë, në ndërkohë që nga ana tjetër për të qenë një skuadër që shkon në të njëjtin drejtim dhe që projekton të njëjtat qëllime dhe që i gëzohet të njëjtave suksese. Ne duam që ky të bëhet një vend ku të tjerë të vinë, siç kanë ardhur gjatë gjithë këtyre viteve dhe jo të ikin. Unë pikëllohem kur dëgjoj histori njerëzish që kalojnë trauma. Unë pikëllohem kur dëgjoj që një nën me një fëmijë 2 muajsh pasi ka luftuar me kancerin për vite e vite të tëra dhe ka dashur të jetojë sepse ka dashur të bëhet nën, vendoset përpara dhëmbëve të një fytyre të verbër që nuk është verbëria e drejtësisë që gjykon drejt, por është verbëria e brutalitetit që humb gjykimin. Por duhet më besoni që nuk ka një rrugë tjetër. Po të kishte një rrugë tjetër, të jeni të sigurt që unë i pari do ta kisha marrë. Por nuk ka një rrugë tjetër për ta bërë këtë vend një vend ku pas 10 vitesh, 15 vitesh, drejtësia të jetë ajo që është në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian ku ne duam të bëhemi pjesë e pandar. Patjetër do të kërkoj vite. Sa vite ka kërkuar ky transformim që keni bërë ju? Nuk është bërë më herë. Linda e ka hapur derën e Akshit. Akshi kishte
një emër që nuk i thoshte asgjë askujt dhe kishte një grusht shërbimesh jo domethënëse dhe kishte një numër përdorësish që ishin disa mira. Sot Akshi ka përdorus të gjithë shqiptarët në Shqipëri dhe në të gjithë botën përmes i Albanias. Është një fatkeqësi shumë e madhe që emri Akshit të njolloset, por nga ana tjetër nuk mund të themi që për shkak të gjithë këtij transformimi dhe për shkak të gjithë kësaj bare që ju mbani, Akshi është i pahetueshëm. Ose më saktë që një veprimtari e caktuar e lidhur me Akshin është e pahetueshme. Këtë s'mund ta pretendojmë dot. Ama ashtu siç suksesi juaj ka kërkuar kohë, dhe sot ne flasim për inteligjencë artificiale, sot ne flasim për një model. Dje kemi qenë bashkë me Enion dhe me ministren dhe me drejtorin e ri në një Zoom me Nvidian. Dhe Nvidia është e gatshme të bëhet partnere për diellën. Të bëhet partnere me ne Nvidia për diellën. Çfarë është diella? Diella është një produkt i Enios, i Lindës dhe i të tjerëve këtu që punojnë me ta dhe që më falni se unë po njofta një qeros me qerosin lidhem edhe të tjerët nuk më bëjnë përshtypje. Është e pa imagjinueshme. Është një histori prekse me të vërtet që një grusht të rejash dhe të rinj këtu në Shqipëri prodhojnë diçka për cilën ka folur e gjithë bota dhe sot ne jemi në kushtet kur së shpejti ju do të shikoni do të vinë këtu ekipi Nvidias për të filluar punën për ta çuar diellën në një nivel krejt tjetër. Si është e mundur kjo? Kjo është e mundur sepse e bët ju. Prandaj ju jeni shumë të çmuar. Nëse për një moment do të mendonim që të fikeshin dritat e kësaj shtëpie, Shqipëria do të kthehej në epokën e gurit, në kuptimin e gjithçkaje që ishte përpara se sa juve ta transformonit këtë vend në vendin e mbi 1000 shërbimeve publike online dhe në vendin ku s'ka radha. Tani ne i kemi dhe disa sfida të tjera, me kush do t'i bëj, ju do t'i bëni, me të gjithë mbështetjen dhe të gjithë dashamirësinë dhe të gjithë përkujdesin tonë. Ju do t'i bëni sfidën e prokurimeve publike me inteligjencën artificiale, që do ta transformojnë totalisht qasjen e një administrate shtetërore ndaj prokurimeve publike dhe që do të bëhet një model edhe për tjerët. Edhe aty do të punojmë me Nvidian, siç po punojmë me Microsoftin. Aleanca jonë me Microsoftin është e jashtëzakonshme. Admirimi i skuadrës Microsoftit për ju është i jashtëzakonshëm. Unë së bashku me Lindën kemi takuar një ndër drejtuesit e lartë Microsoftit dhe ka shprehur konsideratat më të larta për Akshin, edhe për Shqipërinë digjitale. Nuk duhet të dorëzoheni, nuk duhet të likështoheni dhe duhet të jeni solidar, duhet të kuptoni që në fund të ditës çfarë nuk të vret vetëm të forcon. Kjo është jeta. Ka sfida që i zgjedhin vetë. Duam të bëjmë inteligjencën artificiale një forcë të re të këtij vendi. Kjo është një sfidë që e zgjedhim ne. Po ndërkohë që ne duam të bëjmë këtë, ka një sfidë që na zgjedh ne. Që është sfida që të përballemi me një çështje të drejtësisë. Në këtë rast, me një çështje që prek Akshin, prek reputacionin, krijon mjegull
Dhe në mjegull ju e dini se sa hiena dhe ujq, dhelpra, minj, e gjithë farloj 2 këmbshësh me 4 këmbë ka Shqipëria. Por kjo nuk do të thot as pak që ne të mos shohim që e nesërmja është përsëri e jona dhe nesër djeli do lind përsëri. Unë erdha këtu për t'ju thënë të gjithëve ju që sinqerisht dhe realisht ju jeni një nga gurët më të pazëvendësueshëm të mozaikut të shtetit shqiptar. Dhe për këtë arsye duhet ndjeni shumë krenar, po duhet ndjeni dhe një përgjegjësi që shkon përtej individit. Unë jam i bindur që këtu ka njerëz që sot mund ta lënë punën dhe të shkojnë me një herë të marrë një punë në sektorin privat dhe të kenë një pagë edhe më të lartë. Po ne do ta bëjmë akshin që të ketë pagat më të larta në Shqipëri dhe mos ketë asnjë ndërmarrje private kapacitet ta konkurrojë. Ky është qëllimi dhe këtë do bëjmë. Sepse akshi është një stacion ku çdo kush që merret me teknologjinë e lartë duhet të ndërrojë, të vitë punoj. Dhe ne do ta bëjmë këtë. Ne do ta bëjmë këtë. Kjo vështirësi që po kaloni ju, dhe të jeni të sigurt që unë jam me ju në këtë vështirësi, sepse më dhëm paq shumë sa ju. Çdo goditje pa denjë dhe pa drejtë që i bëhet këtij institucioni dhe këtij emri për shkak një çështje që ka rrugën e vet. Është absolutisht e pajustifikueshme dhe e papranueshme që një talent siç ka plot këtu në këtë fushë ku bota talentet si tuajat i përgdhel gjithkohës. Tani ju nuk dua të zjadem për Iglin, unë jam i bindur që ju e dini se kush është. Igli është një tjetër rekrut i Shqipërisë digjitale, i cili ka lënë misione dhe punë të tjera në vende të tjera, po ashtu jo vetëm në Shqipëri. Dhe ka ardhur të shërbejë në një moment shumë dramatik kur ne u sulmuam nga terrori kibernetik. Kapaciteti i tij drejtues, por jo drejtues në kuptimin e dikujt që thjesht menaxhon, po dikujt që është pjesë e juaja, sepse bën të njëjtën gjë, kupton gjuhën tuaj, kupton sfidat tuaja. Na bëri së bashku me ministren që t'i kërkojmë të spostohet brenda të njëjtës godin. Dhe unë jam shumë i kënaqur që Igli e mori këtë propozim si një detyrë, jo si diçka, jo si një ftesë për të shkuar në një fest, sepse nuk është e lehtë kjo detyrë në këtë moment, po e mori si një detyrë për të mos lejuar që gjithë kjo skuadër të ndjehet e pa drejtuar, edhe pse Romina me mundësit dhe kapacitetin e saj bëri më të mirë në gjithë të periudhë, por duke qenë pjesë e të njëjtës hapësirë traume, unë jam mirë kuptoj edhe vështirësitë që pati, por Romina do të jetë përsëri në pozicionin që ishte, bashkë me Iglin do punojnë së bashku dhe besoj që gjërat do shkojnë ashtu siç duhet. Mund të flisja edhe më gjatë, por ma hamendja që nëse ju ka marrë malli të dëgjoni fjalimet gjata nga unë, mund t'i gjeni shumë kollaj, ose prisin në një orë sa të dalë diku tjetër edhe.
por realisht më vlizja më gjatë sepse kam realisht nevojshme t'ju them se sa shumë respekt kam për ju. Edhe sa shumë e vlerësoj atë që bëni ju dhe se sa shumë të rëndësishëm jeni ju për këtë vend. Është njësia më speciale e Republikës Shqipërisë së bashku me njësinë e mbrojtjes kibernetike. Kështu që detyra juaj tani është të shtrëngoni radhët dhe të fokusoni tek punët e mëdha që kemi planifikuar, tek produktet e reja që kemi ndërruar dhe për cilat po punoni. Dhe detyra ime dhe Delinës është që një orën parë t'ju sjellim në bordero paga më të larta. Për të quar deri në fund ato që unë kam kërkuar që në fillim nga ministrat e financave, që akshi duhet jetë jashtë sistemit normal të pagave për shkak se konkurenca në këtë fushë është shumë e fortë dhe për shkak se sektori privat ka paga shumë të larta. Dhe ne nuk mund t'ja lejojmë vetes që në këtë institucion mos kemi më të mirët. Pasi këtu janë të gjitha të dhënat, këtu janë të gjitha planet e të ardhmes, këtu janë të gjitha pikat e ndjeshme të organizmit të vendit, këtu dhe tek Akcesku. Kështu që kjo është një domosdoshmëri.